E nderuar zonja Vjosa Osmani Sadriu, Presidente e Republikës Kosovës, e nderuar zonja Albolena Haxhiu, Kryetare e Kuvendit të Republikës Kosovës, i dashuri Basarifat, të nderuar ish President të Republikës Kosovës, Fatmir Sejdiu dhe Atifeti Ahjaga, i nderuar i komandant i Forcës Sigurisë së Kosovës, General Lejtnant Bashkim Jashari, të nderuar zëvendës kryeministra, ministra dhe deputet, kryetarë të komunave të Kosovës, i nderuari zotëri Gazmend Hoxha, drejtori i Policisë Kosovës, i nderuari zotëri Petrita Jeti, drejtori i Agjencisë Kosovës për Inteligjencë, të nderuar ambasador e përfaqësues të tjerë diplomatik të vendeve mike, të nderuar përfaqësues fetar, të dashura familje të dëshmorëve të kombit, të nderuar invalid dhe veteran të luftës qeveritare, të nderuar ushtarak të Forcës Sigurisë Kosovës, të dashur qytetarë të Republikës, zonja dhe zotëri, motra dhe vëllezër, të nderuar të pranishëm. Në historinë moderne të Kosovës, epopeja e ushtrisë qeveritare të Kosovës paraqet traditën përmes së cilës i referohemi ngjarjes më totale dhe përcaktuese në rrugën e betejave të shqiptarëve për liri në Kosovë për gjatë shekullit 20. Populli e ka UÇK-n e UÇK-ja epopejën e saj, e cila është ngritur dhe qëndërzuar përreth rezistencës armatosur dhe sakrificës së familjes Jashari më 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998, si një ngjarje shembullore e fuqisë së qëndresës së dal nga guzimi dhe gatishmëria për të sakrifikuar gjithçka për liri. Nga fundi i vitit 1997, pas përballjes të hapura luftarake me forcat armike të Serbisë, ushtria qeveritare e Kosovës u shfaqe dhe publikisht me 28 nëntor. Lufta armatosur në Kosovë nga një mundësi që luhatej mes rrezikut dhe kërcënimit, po kthehej në një realitet që mund të shpërthente nga dita në ditë. Sulmi i dytë i policisë ndaj familjes Jashari në Prekaz me 22 janar të vitit 1998 e zbuloi atë si shënjestër aktive të policisë serbe. Vendon se rezistenca e familjes Jashari atë ditë e rikonfirmoi pozicionin dhe rezistencën e saj gjatë rrëthimit të parë me 30 dhjetor 1991, rezistenca e armatosur kundër shtetit kriminal servis ende përgjithsisht shihej si një rrugë pa shumë gjasa për sukses. Madje deri dhe 3 muaj pas daljes publike të UÇK-s dhe 1 muaj pas sulmit të dytë ndaj familjes Jashari, ende shumë kush besonte që lufta ishte e shmangshme. Por nëse me 28 shkurt 1998, masakrat në Likoshan dhe Qerez e shpërfaqën sheshazi projektin gjenocidal të servisë në Kosovë, e rrethimi i tretë i Prekazit 5 ditë më pas, ishte kapërcim i plot i kufirit mes rrugës së zgjidhjes paqësore diplomatike dhe rrugës së luftës e kryengritjes së armatosur qeveritare. Hyrja e çështjes Kosovës në një shteg pak thim mbrapa u bë e qartë kur më 5, 6 dhe 7 mars 1998, mijëra forca policore dhe ushtarake serbe në një shtet rrethim të shumë fleshtë në Prekaz, shkrepën mijëra predha dhe fishe kalibrash e armësh ndryshme, e ku familja Jashari rezistoi e armatosur përkundër çmimit të lartë. Në fund, plot 59 njerëz kishin rënë vdekur nga plumbat e tytave të armëve të shtetit serbis, dëshmorë të luftës armatosur shqiptarëve të Kosovës për lirinë e synuar përmes çlirimit nga Serbia okupatore. Mes tyre Adem e Hamaz Jashari ishin 2 emrat e përveçshëm mbi figurat e të cilëve do të bartej lavdia saj rezistence dhe frymëzimi prej luftës tyre për lirinë e Kosovës. Para më shumë se 30 vitesh, Adem dhe Hamaz Jashari së bashku me shokët e tyre
i filluan organizimit e para për një ushtri të Kosovës, që më pas do të quhej Ushtria Çlirimtare e Kosovës. Në harkun e pak viteve, UÇK-ja arriti të bëhej edhe partnere e aleancës më të madhe ushtarake në botë, NATO-s, Organizatës së Traktatit Atlantikut Verior, që me operacionin Forca Aleate e përmbylli luftën për shlirimin e Kosovës, duke larguar forcat e Serbisë nga BE-y. Kurse sot trashëguesja e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, Forca e Sigurisë Kosovës, është kthyer në një forcë ushtarake, që me ushtritë e NATO-s zbarkon misione që ndërtojnë dhe mirëmbajnë paqen kudo në përballë. Dhe gjithë kjo ka ndodhur të nderuar pjesëmarrës, dhe po ngjan nën urdhra dhe komanda të dhënë nga një kazermë ushtarake me emrin Adem Jashari, këtu ku jemi mbledhur sot me 5 mars 2026 në ditën e parë të epopesë së UÇK-s për ta kujtuar dhe nderuar pikërisht rezistencën e kryekomandantit Adem Jashari dhe të familjes tij. Përpara nesh janë rreshtuar kuadratet e ushtrisë së Kosovës, ashtu siç duhet t'i ketë ëndrruar Adem Jashari dikur, në një kohë kur ushtria e Kosovës ishte veç se një ide që besohej nga fare pak njerëz. Përballë tyre jemi të gjithë ne, qytetarë të vendit e zyrtarë të shtetit tonë, që çdo ditë më shpesh po e dëshmojmë rritjen, ngritjen dhe përparimin e ushtrisë Kosovës. Kjo edhe si rezultat të investimeve milionëshe të qeverisë Republikës në pajisje dhe sisteme të armatimit, në trajnime dhe shkollime të ushtarakëve tonë, në për akademitë më të mira të vendeve të NATO-s, si dhe në strukturën dhe infrastrukturën e FSK-s. Për mbrojtjen e territorit Kosovës dhe ruajtjen e pandashmërisë së tij, për eksportim të sigurisë dhe paqes bashkë me aleatët tonë në përballë, për lirinë dhe paqen e atdheut tonë dhe për siguri me mirëqenie. Kanë kaluar plot 28 vite nga dita kur mira forca policore dhe ushtarake serbe e rrethuan prekazin e Drenicës, duke u përballur me rezistencë të armatosur në familjen Jashari. Atë ditë 5 marsit 1998, në orët e mesditës sikurse tani, në luftime e sipër, njëri nga të rrethuarit arriti të shpëtonte mrekullisht nga i rrethim i hekurt i vendosur prej policëve dhe ushtarëve serbë. Emri i tij ishte Bashkim Jashari, atë kohë 20 vjeçar, kurse sot komandant i Forcës Sigurisë Kosovës. Historiku jetësor i general lejtnant Bashkim Jasharit, prej luftëtarit të lirisë të UÇK-s deri tek ajo e ushtarakut udhëheqës të FSK-s, mund të lexohet edhe si historia e vetë çlirimit dhe shtepndërtimit të Kosovës. Andaj, nën këto shenja, le t'i kujtojmë dhe nderojmë të gjithë të rënët dhe të gjallët e mbijetuar të epopesë së UÇK-s. Sot, nesër, pas nesër, çdo vit dhe përgjithmonë. Lavdi kryekomandantit Adem Jashari, lavdi të rënëve në prekaz me 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998, lavdi dëshmorëve të lirisë, rroft ushtria e Kosovës dhe ne bashkë me të e krah ushtarëve të atdheut. Ju falenderoj.